Të sot jemi në muajin qershor, alo si ka kaput kontratat, punë s'po kryen, 8 vjet janë bu, 88 milion euro ka kushtuar, arrit çmimin 100 milion euro dhe rruga s'po kryet. Por të kthehemi te narrativa, kur i kemi pyet partitë politike se pse nuk po e shfrytëzoni me dal edhe me ju thon popullit m'ja u tregu, kanë thonë kemi fol në kuvend. M'fal, në kuvend, kuvendi transmetohet në radio televizionin e Kosovës, shumica e popullit janë në punë gjatë ditës kur është kuvendi, në lajmet qendrore të secilit edicion të lajmeve është 2 minuta një kronik që prezantohet nga kuvendi në cilin do edicion të lajmeve dhe mënyra dhe forma për me kuptu populli gjithë korupcionin që po ndodh, edhe opozita nuk po e din me përkthy, është e kotë nëse thuna kemi folë në kuvend. Jo, duhet me organizu protesta, duhet me bo ato që e ka bo lëvizjave të vendosur. Po shihet që nuk mundesh me erdzu me kulturë, me kulturë institucionale. Nuk mjafton të flasësh një herë, Ardian, por që duhet ta përsërisësh me herë të tëra për të lënë efekt. Edhe me dhonë raste konkrete, me thonë, ky e ka bo qitur, nuk është kërkon, del shkon të ura, i qetë gjitha gjana. Problemi është që na nuk kemi një opozit të jetë fjetur. Tash janë të bo dhe kalkulimet që qka nëse na shkojna kemi me hupe elektorat, qka nëse ne shkojna apet kemi me hupe elektorat. Më thonë, edhe opozita unë mënoj që është qka duhet me pas ky vend është me u kriju diçka e re. S'ka vizion, krejt varet në bazë të asaj se si do të ishte reaksioni i popullit në bazë të vendimeve që i marrin apo aksioneve. Ta e kujtojmë sondazhin për njerëzit që po na shohin online, sepse natyrisht jemi kurreshtar di mendimin tuaj në atë se cili është koalicioni më i mundshëm sipas jush, vetëvendosje PDK, vetëvendosje LTK apo asnjë prej tyre. Anita, edhe takimin mes Glaukut të Remit, edhe shmangjen e përgjigjes së Kurtit për koalicionin me LTK. Me që ishim të opozita, në rast se një qeverisje tjetër do të kishte rezultuar me kaq mos punë, me kaq si qeverisja vetëvendosjes, na do të kishim pa vetëvendosje në rrugë gati 20 ditë. Për shkak të kësaj qeverisjes, të këtij 5 vjeçari, 6 vjeçare, kjo opozit do duhet çdo ditë me marrë konferenca për skandalet që i kanë bërë. Na i kemi marrë vesh skandalet për gazetarëve, jo prej opozit. Opozita duhet me qenë më e zëshme. Çdo ditë konferenca, interpelanca, gjithë që nuk e kemi pa për 5 vjet. Deputet e kësaj opozite kanë fjetë, kanë shku në seancë, janë kthyer dhe nuk e kanë bërë as edhe një hap konkret për të qitë në pa dështimet e kësaj qeverisje. Shumë prej të një të vjetër edhe realisht për hipotetikisht, për thamë, një 18 vjeçar deri në 27 vjeçar, shumicën e këtyre deputetëve që i kanë 25 vjet karrierë, as nuk i njeh fare. Për që ata i mund Paris të bëjë edhe me këtë figurat në dhoja të ajo është fatkeqësia më e madhe që ka ky kombe ky shtet. Ajo fatkeqësia e ku po presim na shtet prej fëmijëve, jo popullit njofton me punën tonë, jo me të marrë karrierën aty tonë. Jo, populli po don njerëz të cilët flasin, populli po don njerëz të cilët e ngrisin zonin. Nëse na vish i analizojmë lista dhe të sheqen listë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, ka njerëz të cilët janë shumë të ri, ndoshta kontributi i tyre në Lidhje Demokratike të Kosovës ose në Partitë Demokratike ka qenë shumë i vogël, por thjesht kanë ditë çka po do populli. Kanë bë video, kanë fol me popullin edhe i ka votu populli. Tash unë e di që plot figura të mira, të cilët kishin shumë mi kontribu shtetit, nuk janë sot janë jashtë kuvendit. Pikërisht sepse kanë menduar që me rrugën institucionale ose me rrugën e kulturës së të folurit në publik, ata kanë marrë në kuvend. Jo, na kemi një popull i cili nuk po e don këtë kulturë. Thjesht nuk po e don kulturën institucionale, po don një kulturë të flashëm. Nuk ka lidhje kultura institucionale, nuk e përjashton as. Nuk besoj sepse nëse ashtu Abdullah Hoti nuk do të ishte pjesë. Abdullah Hoti ka qenë shumë i zëshëm. Për shembull. Jo, po bie Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami ka qenë i zëshëm. Sepse po quhet ky mos reagim kulturë institucionale. Nuk kulturë institucionale mos me reagu kur ty të shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ata e vlerësojnë. Absolutisht jam kundër kësajna që thirret LDK-ja vazhdimisht. Kulturë institucionale kur ti nuk je në gjendje me mbrojtje institucionet e Republikës së Kosovës. Sa herë kanë tentuar me u shkel ato institucione rendi kushtetues ose Kushtetuta e Republikës së Kosovës, kjo opozitë është ndalur, kjo opozitë jo nuk është ndalur. Apo votimi i zonës Rushiti nuk është ndalur nga askush. Nuk është ndalur. Thjesht nuk e kanë përfunduar si procedurë, pa e ka fillu, ka votu. Do më thonë edhe opozita nuk ka reagu në ato momente, nuk ka reagu me mbrojtje institucionin më të lartë të vendit. Nuk ka reaguar, nuk është reagim, nuk mundesh. Okej, ta e marr një shembull konkret, mundesh me leju mu votu ti një çështje e cila e den paraprakisht që është çështje kundër kushtetuese. Është tu shkel
kushtetuta e Republikës Kosovës. Çka nesër qohet zoti Kurti edhe E qa bën me bo, tash marrëveshje? me kallë ku vendin e qa me bo? Çka do qoftë? Protestën nuk e ka nuk e ka shpik vetvendosja. Mundet me u bloku kuvendi me anë të protestës në mënyrë që mos me leju nuk është kundërligjshëm. E parandalon me blokad. Mjafton dëshirore pra se unë s'jam kuvend. Dëshirore, po s'kan as ata forcë politike që me ndalu, që shdo me ndalu. A ka forcë politike për të ndodhur kjo që ka prelajmëruar Abdullah Hoti, që në një farforme për shkak të qëndrimit, pra që kjo është statusi ti, si mund të deklarohet ushtruesja e detyrës së presidentës se nuk e ka parë deklaratën e palës amerikane lidhur me projektin e gazit, kur mbushën sheshet me protestues, e shihni sa serioze është çështja dhe sheshet do të mbushen së shpejti. Për vite me radhë, kur paralajmërimet kanë ardhur nga miqta ndërkombëtar, kemi parë një qasje për t'i minimizuar, për t'i sulmuar ose për t'i shpërfillur. Serioziteti ndaj çështjeve jetike për të ardhmen e vendit tregon se çfarë prioritetesh ka kjo qeverisje e papranueshme. Çfarë sheshesh do të mbush Abdullah Hoti? Unë nuk besoj që LDK-ja mundet me mbush sheshe. Base LDK-ja nuk mbush sheshe. Por zotri Hoti më falë Aradina i mund t'i mbush sheshet. Unë besoj që PDK-ja mund t'i mbush sheshet dhe këta mund të bëhen bashkë. Gjitha partitë politike me i mbush sheshet. Falë, zonja, a ka mundësi që sheshet i mbush vetë qytetarët duke marrë parasysh se zotri Abdullah Hoti e bën një me thonë kështu kur këj ka 30.000 votus, veç votus të vetë me dalë mushet shteti. Zdel brez Del, kur të del. Nuk i shkon LDK-s me A del vetë Abdullah Hoti në protest? Desa ka bo këtë gjoa i del. Sa një majrën të shumë... 6 muaj kryeministri ka vërtetu aftësinë e vetë. Edhe moralitetin, mos ta rrojmë. Jo, Abdullah Hoti është një prej njerëzve, figurave më të mira që ka pas në qeverisje në financave, që ka pas shteti i Kosovës. Shka mendojën e që ky Ministri e Financës duhet me e kurpidores. Zotrin Hoti kisha lënë atë. Po është çështje tjetër karizmi dhe është çështje tjetër thirrja e masës. Abdullah Hoti ka 30.000 votus mbrapa. Por, nëse thot nesër është protesta, unë garantoj që as 5.000 votus të krejt që diskutem, ty të intereson protesta Abdullah Hotit, nuk të intereson thelbis që është. Si mund të deklarohet ushtruesja e detyrës së presidentës, se nuk e ka parë deklaratën e palës amerikane lidhur me projektin e gazit. Pyetja ke, a mund t'i mbush sheshet? Po. Unë përgjigja në basë të pyetjes. Tash do të përgjigja në pyetjes tona. Ato që lëvizjave vendoset dhe me bom as mirë të është me mashtru. Edhe kjo është mashtrim cilën e ka bo zonja Haxhiu. Ajo e ka po. Tash mendoni se nuk mund t'i mbush sheshet zotri Abdullah Hoti edhe kur ka qëse mashtrime për ballë, që kjo është konteksti. Sikur të kishë mbush Abdullah Hoti sheshet, sot nuk e kishim pasna për herë të pestë, për herë të tretë fituese lëvizjen vetëvendosje. A je tu e kuptuar që populli thjesht është tu e prit edhe një parë zgjedhje mi marr edhe 100 euro. Dil qyteti edhe fol votus, më fal. Ki 53 deputeti ka marrë lëvizja vetëvendosje. Është kod. Kanë me fillu ato protesta se kohë. Një ditë po presim edhe një pesë zgjedhje. Në çat drejtim. Kemi 2 vjet pa qeveri, kemi 2 vjet stagnim total dhe nuk po ka zgjidhje. Nuk janë vetëm votus të LDK-s, vetëm votus të PDK-s, po janë edhe ata të vetëvendosjes që janë shumicë që do ngrejnë zërin, se nuk janë vetëm... Se s'po dalin, e kishin momentin kur gjithë Evropa protestoje, Shqipëria, gjithë tjera, pse s'dollën? Po paralajmërojnë, ta testojmë sa lajka e kemi bërë, as lajka s'janë kushtetisat mira. Po, njerëz përsa ta votojnë, që me zgjedh udhëheqësa. Edhe këta udhëheqësat ja u kanë bërgj populatës që me ngrit ndaj pa rregullsive ose ndaj pa drejtësive të cilat ju bënë. Se prandaj ju delegohet vota, jo vetëm i marr rrogat, jo vetëm për privilegje, por edhe për përgjegjësi. Andaj, këta si të matur politikisht dhe institucionalisht, kanë duru, dhe tash besoj që i kemi nga të gjitha taborët opozitare, kemi gjithë kanë deklaru që është koha për protesta. Një gjë e tillë po shihet. Protestat, unë për mendimin tim, nuk është e thonë me të bëhen politike, po mund të jenë teknike. Cilat janë protesta teknike në raport me ato politike? Janë për shembull, pse po shkojnë paret, ku po shkojnë paret e energjisë? Pse po shtrajtohet fatura energjetike, pse po shtrajtohen çmimet. Do me thonë kjo është se ekonomia, politika dhe shoqëria janë të ndërlidhura, janë motër e vëlla, dhe kjo pastaj ndez këto dy tjerat. Prandaj tash ka ardhur koha që do marrin iniciativa të reja për protestë. Derisa zotri Hoti, mo që shquhet për urtësi,
Po deklaron një iniciativa, zonja Shabani, a janë iniciativa apo sheshet mund të mbushen nga opozita, apo mund të mbushen nga vetë reagimet, si kur ai ushtrusës së detyrës së presidentës, kur thot për një projekt jetë tek për Kosovën, nuk e kam pa. Për me umu sheshet, konsideroj që duhet me pas një reagim të vazhdueshëm opozitar. Nuk mund është me dalë një ditë bukur dhe me bu një thirrje në Facebook pa një veprem para prak, ose pa një kritik para prake të vazhdueshme ndaj kësaj qeverisje. Na kemi të i kalu mjaftueshëm tema për cilat është dashme u protestu. Na e dim shumë mirë sa njerëz ka dalë në protestën kundër rritjes së çmimit të rrymës. Pra duhet një angazhim i vazhdueshëm për këtë qeverisjen skandalet e kësaj qeverisje, për me mujt me mri me mbush sheshin. Nuk është e lehtë, sepse thash që temat edhe më të ndihshme nuk i kanë qitë njerëzit në shesh. Po ideja është që nuk mund është me prit për kundër votave dhe mbështetjeve që ka. Votat në e letë se sa me thirë njerës në arë mbështetja. Çfarë mesazhi jep gjithë Anita kur nëse një tubem zgjedhore ki më të madh se sa një tubem i cili është kundër rritjes së çmimit. Ti duhet me ditë kush e ka organizuar tubimin zgjedhor edhe kush e ka organizuar protestën. Ka shumë rëndësi. Nëse partia politike organizon protest edhe i thirr votuestë vet, ata dalin më shumë. Po çfarë logjike kjo që thot Hoti ka këtë moment, kur thotë se sheshet do të mbushen së shpejti, dhe me çfarë po bën vetëvendosja ne i mbushim sheshet, e LDK prononcohet pro një bashkëpunim me vetëvendosjen. Pikërisht, shpresoj shumë. Do të ishte shumë më mirë çndrën të kjo ka thënë zoti Hoti. Do të ishte shumë mirë nëse angazhohen që në të gjitha temat e qeverisjes së këtij pushteti të angazhohen dhe të protestojnë. Qoftë ajo me aktivitete, qoftë me aksione, qoftë me protesta, nuk ka rëndësi. Mjafton me u vu në pa ke qeverisja e këtij pushteti. Mjafton kjo në mënyrë që në fund të kemi një protestë madhështore. Nëse fillojnë prej kësaj teme, është pak problematike. Ndërsa këto, ne thash edhe më herët, përçarjet brenda LDK-s, të cilët kërkojnë edhe dorëheqje për shkak rezultatit të dopt, qasjet e ndryshme që dalin në jashtë këtij subjekti janë problematike, për shkak se e konsiderojnë jo serioze si subjekt politik që po dal prej një procesi zgjedhor, që disa e konsiderojnë që janë rritë dhe disa e konsiderojnë dështem. Prandaj do duhemi pas unitet, patjetër se këndvështrimin temun jap. Dhe me krejt njerëz. LDK-ja ka luftu me vetëvendosjen, LDK-ja ka luftu me PDK-n, LDK-ja ka votu me analistat, me PSD-n, do të thonë nuk e di pse gjithë përgjithësia dhe bora BNB Lidhjen Demokratike të Kosovës, pse gjitha partitë politike, unë e di që ndoshta e kanë po. Sepse ai që fiton e ka numrin më të madh të deputetëve ai oferton. Është edhe Partia Demokratike e Kosovës. Është edhe Partia Demokratike